Punimeve për ndërtimin e rrjetit të ri shpërndarjes të ujësjasit Shkodër të investuar nga KFV-ja gjermane, po vjen faza e lidhjes së rrjetit dhe funksionalizimit të tij. Si rrjedhoj e ditëve në vazhdim do ketë në hyrje në rrjetin ekzistues të qytetit të furnizimit me ujë dhe do sjell kufizime kryesisht për lagjet në qendër qytetit, zonën e Rusit, zonën e spitaleve dhe zonën e Dobraçit. Kufizimet do jenë me orare deri në momentin e kryerjes së ndërhyrjeve. Kërkoj mirëkuptimin e njerëzve për këtë pjesë, por punimet janë drejt finalizimit dhe mbylljes. Ndërprerjet do bëhen nga ora 12 deri në orën 24 darkë, prandaj lutim qytetarët që të marrin masat e nevojshme për këtë ndërprerje. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të sjell në vëmendje çështjen e kontratave për të gjithë abonentët e ri dhe ato të vjetër të cilët duhet të furnizohen nga rrjeti i ri i shpërndarjes. Paraqiten para nxyrave të shërbimit klientit, ndjekun hapat e nevojshme për plotësimin e procedurës në kohë. Tubacionet e vjetra, rrjeti i vjetër shpërndarës do të nxjerret jashtë funksionit dhe do funksionalizohet vetëm rrjeti i ri. Si rrjedhoj, synojmë që të mos ketë abonent të cilët penalizohen nga mungesa e ujit pishëm. Mos realizimi i kësaj procedure mund të sjellë vonesa në furnizimin me ujë të abonentëve.